Një herë Omeri radiallahu anhu e ka dëgju një njeri duke e lutur Allahun me këto fjalë. Ky njeri tha kështu: Allahumma la taj'al li hajatan inda ahadin min khalqika. Tha, o Zotim, unë të lutem ty që asnjëherë të mos kem asnjë nevojë për asnjërin prej krijesave të tua. O Zotim, mos lejo që unë t'jem i nevojshëm për askën prej krijesave të tua. Kur e dëgjoi Omeri radiallahu anhu këtë njeri duke u lutur me këto fjalë, i tha këtij njeriu: tha, o Zotri, ti je duke duke e lutur Allahun për vdekjen tënde. Thot, është e pamundshme Omeri radiallahu anhu, sikur i tha këtij njeriu, vetëm momentin kur ndash nga jeta e kësaj bote, vetëm kur të godet vdekja, atëherë ti nuk do të kesh nevojë për të tjerët. Mirë, po sa kohë ti je i gjallë, atëherë ti çdo herë në një formë apo në një formë tjetër ti ke nevojë për të tjerët, si dhe të tjerët kanë nevojë për ty. Prandaj edhe Omeri radiallahu anhu, kur e pa që ky njeri po e bën këtë lutje të pa arsyeshme, edhe ja japi këtë sugjerim. Në fakt, ky rregull dhe ky fakt, i cili është një fakt dhe një realitet, neve na tregon se njerëzit janë të nevojshëm dhe kanë varësi çdo herë njëri prej tjetrit. Çka i bjen kur njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin? Dhe ta them në mënyrë ma të drejtë për drejtë. Çka do të thotë kur një njeri ta troket derën dhe të synon ty, kërkon nga ty diçka, ka kërkesë nga ti. Kjo i bie se ai njeri ka një mendim të mirë për ty. Ai njeri ka një shpresë që ai kërkon që për një kërkesë, për një nevojë që ai e ka, dëshiron të mbështetet tek ti. Normalisht ne e dim se në parim fillimisht ne çdo gjë i kërkojmë Allahut të Madhëshëm dhe për çdo gjë i mbështetemi atij. Nuk duhet të kemi përzierje mes këtyre dy gjërave. Do të thonë, mbështetja dhe kërkimi i ndihmës nga Allahu i Madhëshëm, parimisht fillim dhe mbarim është një çështje, është një parim, është një çështje e ditur që s'kemi dilema në të. Mirë po, në jetën tonë të përditshme, në jetën njerëzore, ne çdo herë kemi nevojë për njëri tjetrin. Prandaj, kur e kemi kuptuar këtë fakt, atëherë duhet ta dimë se në momentin kur dikush kërkon nga ty një shërbim, në momentin kur dikush ta troket derën, atëherë dije se ti je një njeri që pas ke rëndësi tek ai njeriu i cili qenë ka i nevojshëm për ty. Ti dije se ai po mendon mirë për ty. Prandaj, kjo duhet të konsiderohet si një nder edhe si një privilegj që ti, do të thotë, je i atill që njerëzit kanë nevojë për ty dhe kanë nevojë për mbështetjen, ndihmën, këshillat, porositë, sugjerimet e tua.